dhe jetojmë në një botë që është kundër Perëndis, kundër Zotit Jezus Krisht dhe që kundërshton shumë gjëra që unë dhe ju besojmë. Ndaj ne duhet vendosim. Do të jetoj sipas emocioneve të mia, do të jetoj sipas asaj që të tjerët bëjnë, apo do të jetoj sipas të vetmes gjë që e di se do të më jap udhëzim të qartë dhe të vërtet çdo ditë të jetës sime. 4 dekada më parë, ne filluam shërbesën Prekja për t'i drejtuar njerëzit në mbar botën në një marrëdhënie më të thellë me Jezus Krishtin. Për gjatë viteve, ne kemi parë madhështinë e Perëndis, dashurinë dhe bekimin e tij në mënyra aq të mahnitshme, sa duam që të gjithë ta njohin atë. Ndaj le të hapim fjalën e Perëndis dhe ta kërkojmë atë së bashku. Sot në programin Prekja ju ftojmë të ndiqni, të jetosh sipas udhëzimit të Perëndisë. Kush ose çfarë po e udhëheq jetën tuaj? Mendoni vetëm për një çast. Kur mendoni për një ditë të dhënë në jetën tuaj, kush po e udhëheq të menduarit tuaj? Qëndrimin tuaj, lutjet tuaja, dëshirat tuaja, mënyrën se si ju veproni, punoni, çfarëdo që të jetë. A udhëhiqeni nga dikush tjetër? Apo nga ndonjë filozofi ose sjellje në jetën tuaj? Apo udhëhiqeni nga ndjenjat dhe emocionet tuaja? Disa njerëz jetojnë me anë të ndjenjave e emocioneve. Sot mirë, nesër keq, brenda dhe jashtë. Dhe nuk kanë asnjë qëndrueshmëri në jetë sepse jetojnë me anë të ndjenjave. Dhe Perëndia nuk synon që ne të jetojmë sipas ndjenjave. Ai synon që ne të jetojmë sipas një marrëdhënie që ne kemi me ta, i cili na jep qëndrueshmëri, forcë, qartësi dhe udhëzim në çdo fushë të jetës. Në fakt, ne kemi parë nga libri i Eksodit dhe bijtë hebrejnë kishin dalë nga skllavëria në Egjipt dhe ishin nisur përmes shkretëtirës për në tokën e premtuar. Atyre u duheshin pak javë, por u mori 40 vjet për shkak të mosbesimit të tyre. Nëse do të ishin bindur Zotit, pikërisht për atë që ai kishte thënë, ata do të kishin arritur në tokën e premtuar shumë herë më lehtë dhe shumë herë më shpejt. Por si shumë njerëz të tjerë, ata i hoqën syt nga Perëndia. Filluan të mendonin për diçka tjetër, panë se ku po shkonin, kush ishte atje dhe kështu frika i imposhti ata. Dhe siç do të thoshim edhe ne, ata u tërhoqën edhe humbën duke kaluar 40 vjet në endje vërdall shkretëtirës duke vdekur, ndërkohë që mund të ishin duke jetuar në tokën e premtuar. Ndaj dua të flasim për çështjen e të qenit të udhëhequr nga Perëndia. Nëse rrëfeni emrin e Jezusit si shpëtimtarin tuaj, ju duhet të udhëhiqeni nga fjala e Perëndisë. Dhe kur mendoj për këtë, mendoj për faktin që Perëndia ynë na ka dhënë një busull. Ajo busull është vërtet fryma e shenjtë që banon brenda nesh për të na dhënë udhëzim dhe drejtim çdo ditë të jetës sonë. Pra, dua të mendoj vetëm një çast për faktin që këta hebrejnë po esnin dhe po jetonin në një vend të çuditshëm. Ata kishin dalë nga skllavëria dhe shkrimi thotë se ata kishin një re ditën dhe një kolon zjarri natën. Me shumë gjasa, po të mendosh për të, me siguri ajo re pengonte disi diellin, por gjithashtu ishte si një busull, si udhëzues. Ata kishin gjithashtu zjarr mbrëmjeve që mbase i mbante disi të ngrohtë nga fresku i shkretëtirës. Dhe kështu, Perëndia po i nxirrte ata nga skllavëria në Egjipt dhe po i drejtonte ata me një perspektivë plotësisht ndryshe. Nëse ata do ta kishin ndjekur atë, ata do të kishin arritur shumë shpejt në Kanaan, vendin që Perëndia kishte ruajtur për ta. Dhe prap nuk është kjo ajo që ndodhi. Kështu ajo që duhet të mendoni për një çast është e gjithë ideja e atij që na udhëheq ne. Ne kemi këtë si udhëzues. Pra ne nuk kemi pse të pyesim se si mendon Perëndia për disa gjëra ose se si ndihet ai për disa gjëra. Ne kemi fjalën e Perëndisë që na ka dhënë udhëzim dhe drejtim. Dhe ne e falenderojmë Perëndin për këtë. Pra çështja është kjo. Kur unë mendoj për atë që ata kishin, një kolonë reje dhe zjarri, por udhëheqjen e tyre për t'i mbajtur ngrohtë, për t'i mbajtur freskët, për t'i drejtuar në vendin e premtuar, por ne çfarë kemi? Ne kemi këtë libër. Nuk ka asnjë drejtim në jetën tuaj që nuk është shkruar këtu. Çfarëdo që jeni duke kërkuar apo duke dashur, çfarëdo udhëzimi që të dëshironi në jetë,
hapni fjalën e Zotit dhe ai do t'ju tregojë. Të jetuarit në botë dhe të lexuarit e Biblës kurte të teket nuk mjafton. Ne jetojmë në një botë të ligë dhe të paudhë që është shumë e qartë nga ajo që shohim të ndodh tani. Dhe jetojmë në një botë që është kundër Perëndisë, kundër Zotit Jezus Krisht dhe që kundërshton shumë gjëra që unë dhe ju besojmë, ndaj ne duhet vendosim. Do të jetoj sipas emocioneve të mia, do të jetoj sipas asaj që të tjerët bëjnë, apo do të jetoj sipas të vetmes gjë që e di se do të më jap udhëzim të qartë dhe të vërtet çdo ditë të jetës sime. Kjo është fjala e Zotit. Pra dua që të mendoni për këtë. Mendoni mirë për atë që Perëndia thotë. Së pari, meditimi mbi fjalën e Perëndisë, hebrejt nuk e kishin këtë. Ne kemi diçka që ata nuk e kishin. Le të lexojmë Psalmin 119 për një moment këtu. Dhe unë dua që të vini re një varg. Shkrimi thot këtë te Psalmi 119, vargu 105. Fjala jote është një llam në këmbën time dhe një dritë në shtegun tim. Tani dëgjoni këtë. A e besoni ju që fjala e Perëndisë është një llam në këmbën tuaj që do të thotë se ai do t'ju tregojë gjithnjë shtegun që duhet të ndiqni? Dhe një dritë në shtegun tim që do të thotë reja dhe zjarri ishin për Izraelin në atë kohë në shkretë të tjerë ajo që është fjala e Perëndisë pikërisht për ne. Çfarë është? Një dritë për shtegun tim dhe një llam për këmbën time. Do me thënë, nëse doni të shkoni dhe të jeni në vendin e duhur dhe në kohën e duhur, zhytuni në fjalën e Zotit. Ju thoni, po fjala e Perëndisë nuk di gjithçka për mua. Dëgjoni, Perëndia që i shkroi ato fjalë di saktësisht se ku jeni, me çfarë po përballeni në jetë dhe më dëgjoni. Është një pasazh në shkrim, diku në këtë libër që gjen zbatim për atë që jeni, vendin ku jeni sot, pavarësisht se kush jeni, dhe është një fjalë e përshtatshme për t'ju dhënë udhëzim dhe drejtim juve. Problemi nuk është që nuk kemi drejtim, problemi është që kemi mbyllur librin. Dhe kombi Izraelit kishte thënë, le ta harrojmë ren dhe le ta harrojmë zjarrin, le të shkojmë atje ku duam të shkojmë. Pikërisht kjo është mënyra se si po jetojnë njerëzit. Dhe shumë njerëz e hapin fjalën e Perëndisë vetëm kur janë në telashe. Një llam në këmbën time, një dritë në shtegun tim. Dëgjoni, unë dhe ju duhet të ecim në shtegun e drejtësisë dhe atë që është e mirë. Ne e dim nga të ecim dhe Zoti na e ka thënë këtë. Së dyti, ne duhet të jemi të ndjeshëm ndaj drejtimit të frymës së shenjtë. Dhe një nga gjërat që Jezusi u bëri shumë të qartë apostujve të tij ishte që unë nuk do t'ju lë të vetëm, ai tha unë do të vi tek ju dhe ai po u fliste për frymën e shenjtë dhe në shkrime ai e bën shumë të qartë këtë. Në kapitullin 16 dhe në vargun 13 ai thot: por kur të vijë ai fryma e së vërtetës dhe të gjithë ne kemi frymën e shenjtë që banon në ne, do t'ju prijë juve. Dëgjojeni këtë, do t'ju prijë ju në të gjithë të vërtetën. Ndaj, nëse ju keni një kopje të fjalës së Perëndisë, nuk keni asnjë justifikim për faktin që nuk jeni në gjendje të dalloni të drejtën nga e gabuara, atë që është e vërtet nga ajo që nuk është, atë që është e mirë nga e keqja. Ne jetojmë në një botë me gjithë farë filozofish, që thot ti ke dëgjuar për Jezusin që ka jetuar në kohrat e lashta. Jo, Jezusi është gjallë duke jetuar brenda nesh sot. Dhe ai thot, kur të vijë ai fryma e së vërtetës, do t'ju prijë në gjithë të vërtetën, sepse nuk do të flas prej vetes, por do të flas atë që do të dëgjoj dhe do t'ju kumtoj ato që do të vinë. Që do thotë, mendoni për këtë gjë. Kur ju zgjoheni çdo mëngjes, si ndjekës të Jezusit, ju keni, në fakt brenda jush banon, brenda jush jeton në të gjithë fuqinë dhe qenien e tij të përjetshme, vetë personi i frymës së shenjtë që ju udhëheq, ju drejton, ju forcon, ju jep energji, ju jep dallim dhe gjithë të tjerat për gjatë ditës. Ne kemi gjithçka për të jetuar një jetë të perëndishme. Kështu kur dikush thotë po, unë jam shpëtuar në të kaluarën dhe diku gjatë rrugës më duk sikur Perëndia më la, jo, ai nuk ju ka lënë. Dhe ju mund të jeni ulur këtu sot dhe jeni absolutisht një krishter i mbrapsur.
Ju po jetoni në mëkat të pabindur ndaj Zotit, duke parë pas dhe duke menduar për ato që nëna ju ka mësuar vite më parë, dhe ju janë kujtuar disa nga gjëra që keni mësuar pasi ju shpëtuat dhe pasi ju dorëzuat Jezusit. Dhe tani e ktheni kokën pas e i bëni vetes këtë pyetje: si arrita në këtë pikë? Ju a them unë se si. Ju arritit aty ku jeni sepse mbyllët këtë libër, nuk e dëgjuat më frymën e shenjtë që banon brenda jush, vendosët të merrni disa vendime veç mas Perëndis dhe tani jeni në të lashe. Nuk mund të fajsoni prindërit tuaj, as fëmijët tuaj, as punëdhënësit tuaj, as miqtë tuaj dhe as kënd. Perëndia ju a dha librin si një udhëzues. Mendoni për këtë që gjithsecili prej nesh është përgjegjës ndaj Perëndisë së plotfuqishëm për të qenë një administrator i mirë i njohurisë dhe përvojës për të cilën na flet fjala e Perëndisë. Për çdo rrethan të jetës sonë, ne duhet të udhëzohemi nga fryma e shenjtë. Më pas, një nga gjërat për të cilat duhet të presim nëse do ta ndjekim Zotin, është që të presim për kohën e tij. Dhe një nga vargjet e mia të preferuara është Isaia 64. Dhe kur mendoj për këtë varg dhe gjithë herët që e kam lexuar, kam thënë po Zot, të lutem më jep mjaftueshëm urtësi për të bërë atë që fjala thot. Dhe ja se çfarë thuhet tek Isaia kapitulli 64. Dëgjojeni këtë. Nga kohët e lashta, askush nuk ishte dëgjuar kur asnjë vesh, nuk ishte dëgjuar dhe asnjë sy nuk ishte parë ndonjë perëndi tjetër veç teje, ose si ti. Dëgjoni, një perëndi që vepron për atë që ka shpresë tek ai. Pra bëjini vetes pyetjen. Të themi që kur zgjoheni në mëngjes, a e filloni ditën tuaj me lutje? Kur zgjoheni dhe bini në gjunjë ose kur lexoni shkrimin dhe më pas vazhdoni? Çfarë thot Bibla për të priturit në Perëndin? Nëse do ta lexoni fjalën e Zotit, dëgjoni me kujdes. Le të themi që do të lexoni Psalmin 23 që tani e dini përmendësh. A e dini se çfarë bën shkrimi që të mbes në zemrën tuaj? Çfarë bën atë të mbes në mendjen tuaj, në trurin tuaj? Ajo që ju bën të jeni në gjendje ta kujtoni atë, është që kur e lexoni, ju mendoni për të. Ju harroni gjithçka tjetër në atë çast dhe i bëni vetes këtë pyetje dhe bisedoni me Zotin për pasazhin. Zot, më ndihmo të kujtoj atë që ti po thua. Mos lejo që ta harroj këtë varg të thjesht. Ti vepron në të mirë të atyre që presin në ty. Sa kohë kalojmë ne duke pritur në të, ne themi, po unë lexova shkrimin këtë mëngjes dhe më desh të nxitoja. Mendoni për këtë. Çdo ditë e jetës sime dhe jetës suaj është plotësisht e pasigurt. Dhe ajo që ndodh me ne është provë e mirë e kësaj. Ne duhet ta fillojmë çdo ditë të jetës sonë me fjalën. Edhe nëse është vetëm një varg ose një kapitull, çfarëdo që të jetë pra. Dhe mos harroni që fryma e Perëndisë që banon në ne e merr atë fjalë, e kalon në mendjen tonë, në zemrën tonë, në frymën tonë dhe çfarë bën? Synon që ta përtorë për të na udhëzuar përgjatë ditës. Perëndia ju ka dhënë gjën më të çmuar që ju keni. Ju mund të grumbulloni gjithë farë kursimesh, parat nga një anë, makinat, shtëpit, fermat dhe çfarëdo që të jetë. Asgjë nga ato të gjitha së bashku nuk mund të barazojë me këtë, sepse ato nuk mund t'ju çojnë në parajs. Vetëm fjala e Perëndis mund t'ju çojë në parajs, dhe vetëm fjala e Perëndis mund t'ju japë udhëzime të qarta për jetën tuaj. Dhe kështu pra, nëse unë po e ndjek atë, unë do të jem në gjendje të eci ndonjëherë aty ku nuk ka qartësi. Dua të hapni Bibla tek Fjalët e Urta 3, ku flitet për udhëzimin e Zotit. Vargu 5. Ki besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në mençurinë tënde. Pranoje në të gjitha rrugët e tua, jo në disa. Njiheni atë, shihni nga ai, dëgjojeni atë, prisni për të. Dhe ai do të drejtoj shtigjet e tua, jo drejta. Dëgjojeni këtë. Mos e mbaj veten të urtë në sytë e tua. Ki frikë nga Zoti dhe hiq dorë nga e keqja dhe ai thot ja se çfarë mund të prisnin. Kjo do të jetë shërim për nervat e tua dhe freskim për kockat e tua. Por çfarë lloji premtimi mund të bëni ju? Kur e lexoni këtë pasazh të shkrimit çdo ditë ose ja citoni vetes, ju do të gjeni veten duke cituar shpesh atë për veten. Çfarë ndodh? Ndizet diçka brenda jush. E dini çfarë është ajo?
fakti që jeni në dijeni që fryma e Perëndisë së gjallë do t'ju udhëzoj, do t'ju nxisë, do t'ju fuqizoj, do t'ju bëjë të kuptoni se si të përballoni çdo rrethanë të jetës sot. Dëgjoni, Zoti na e ka dhënë këtë sepse ai e di që ne nuk mund të jetojmë një jetë të suksesshme edhe nga perspektiva e tij nëse ju nuk jeni duke bërë çfarë ata i kishin sy tek reja ditën dhe të zjarri natën, që të ishin të sigurt që po ecnin në drejtimin e duhur. Ne kemi fjalën e Zotit që na jep çfarë? Që na jep në qartësi, na jep njohuri dhe mbretësi që të mund të ecim në një rrugë të shenjtë çdo ditë të jetës sonë. Fjala e Perëndisë. Ne po flasim për të qenit të udhëhequr prej saj. Ja disa vargje që unë dua t'ju kujtoj. Pra, dua që t'i hapni Bibla tek Josueu për shembull. Dhe le të shohim kapitullin e parë të Josueut, një tjetër nga pasazhet e mi të preferuar, sepse më është dashur të kthehem atij shumë herë. Mbaj mend që kur kam bërë predikimin tim të parë, ende e mbaj mend nënën time, ajo më thirrri, erdhi në dhomën time dhe më tha, unë dua që të lexosh këtë. Para se të bësh predikimin tënd të parë sonte, sepse ajo e dinte që unë isha disi i friksuar, por ja se çfarë pasazhi më dha nëna. Ajo tha, unë dua që të lexosh këtë varg. A nuk të urdhërova unë ji fort dhe trim? Mos ki frikë dhe mos u thyej, sepse Zoti Perëndia yt është me ty kudo që të shkosh. Më dëgjoni me kujdes. Nëse ju esni në frymën e Perëndisë, do t'ju duhet të jeni të fortë dhe trima, sepse Perëndia do t'ju thotë mos shko këtu. Dhe ju duhet të vendosni nëse jeni aq të fortë sa t'i bindeni Perëndisë ose t'i dorëzojeni presionin nga dikush tjetër. Jeni të fortë dhe trima. Mos kini frikë dhe mos u thyeni sepse Zoti Perëndia juaj është me ju. Ne jemi shumë të bekuar që kemi fjalën e Perëndisë. Është drita jonë, zjarri ynë, drejtimi ynë, ndihma jonë, shpresa jonë, forca jonë dhe energjia jonë. Dhe ka diçka kur e lexojmë fjalën e Perëndisë që na jep energji. Sepse ajo që ndodh është kjo. Ne kujtojmë praninë e frymës së shenjtë brenda nesh. Ne kujtojmë që është ai që na fuqizon ne, që na forcon, na udhëheq, na ndihmon, na mban, na mbron. Ne kujtojmë që brenda nesh jeton, pra banon Perëndia në personin e frymës së shenjtë. Ne duhet të fillojmë çdo ditë të jetës sonë me besim, guxim dhe siguri. Kur ju shihni përreth për të parë se çfarë po ndodh, asnjë njeri nuk e di nëse është në gjendje të arrijë në shtëpi apo jo. Ne jetojmë me anë të besimit. Jetojmë me anë të shpresës. Dhe shumë njerëz jetojnë me anë të një besimi për të cilin ata nuk e dinë se çfarë është. E vërteta është që ne kemi një kopje të fjalës së Perëndisë dhe jetojmë me anë të fjalës së tij, e njohim burimin e shpresës dhe të forcës sonë. Ne e njohim burimin e mbrojtjes dhe të përkujdesit. Unë dhe ju kemi fjalën e shkruar të gjallë dhe të përsosur të Perëndisë që na jep ne drejtim për çdo lloj aspekti të jetës sonë pa asnjë përjashtim. Ju s'mund të mendoni për asgjë për të cilën fjala e Zotit nuk ka përgjigje. Disa njerëz thonë e pyeta Zotin, por ai nuk është përgjigjur, mbase nuk keni qenë duke dëgjuar me kujdes, ose mbase ju nuk ju ka pëlqyer përgjigjja e tij. Kudo në fjalën e Zotit ju mund të gjeni një fjalë për veten tuaj. Ndaj mendoj se ne do ta gjejmë veten duke u përballur me konflikte dhe dikush thotë po ti nuk e di se ku po punoj unë. Unë shkoj në punë çdo ditë të javës dhe unë punoj në një situatë që nuk është e dobishme, nuk është aq e inkurajuese. Prandaj unë duhet t'ju jap këtë pasazh të shkrimit, Veprat kapitulli 5 dhe vargu 29, dëgjoni se çfarë tha ai. Pjetri dhe apostujt duke u përgjigjur, thanë për ata që po i përndiqnin, duhet t'i bindemi Perëndisë më shumë se sa njerëzve. Perëndia i jetërve tanë e ringjalli Jezusin, të cilin ju e vrat duke varur në dru. Atë Perëndia e lartësoi në të djathtën e vet dhe e bëri princ dhe shpëtimtar për t'i dhënë Izraelit pendim dhe falje të mëkateve. Ne jemi dëshmitar të tij, si edhe fryma e shenjtë, të cilin Perëndia u dha atyre që i binden atij. Dëgjoni, ju keni thesarin e Perëndisë të depozituar në jetën tuaj
Për të bërë çfarë? Për t'ju udhëzuar dhe drejtuar. Mendoni për këtë. Do t'ju kërkonte Zoti të bëni diçka për të cilën ai nuk do t'ju ndihmonte? Jo. Por nëse nuk do e njihni frymën e shenjtë, do të përfundoni duke e bërë atë me forcën dhe energjinë tuaj. Ja pse shpesh herë njerëzit thonë po unë jam përpjekur të bëj një jetë krishtere, por nuk duket se po ja dal mban. Fryma e Perëndis që banon te njëri nga ne është fryma e Perëndis që banon te gjithsecili nga ne. Dhe ai na ka pajisur ne dhe na ka nxitur ne që të përballemi me vështirësi, vuajtje dhe kundërshtime. Ndaj nëse unë po ju pyes sot, sa për jush keni kaluar një kohë të vështirë në jetën tuaj dhe ju keni pasur vetëm Perëndin, a ishte ai atje? Të gjithë ju do të kishin ngritur duar. Ju e dini që ai ka qenë atje dhe e dini që ka pasur raste kur gjithçka që keni pasur ka qenë Zoti. Fundi ka qenë një katastrofë, anët kanë rënë, pjesa e sipërme është dukur dhe ja ku jeni ju, të pambrojtur dhe të pashpresë, dhe gjëja e vetme që keni është Perëndia i plotfuqishëm. Dhe fryma e Perëndis ka ardhur të jetojë në jetën tonë për të na dhënë siguri që të mos shqetësohemi për të sotmen. Ne thjesht jetojmë në praninë e tij, duke ditur që ai është brenda nesh. Ai është udhëzuesi ynë, rojtari ynë, shëndeti, forca dhe gjithçka na duhet që të mund të jetojmë të lumtur. Ne mund të jetojmë me një frymë dalluese për të ditur që disa gjëra nuk janë urtësi që t'i bëjmë. Dhe për shembull, le të themi se jeni nisur drejt një dyqani ose diku tjetër, kudo qoftë ai, dhe ju ngacmon diçka në frymën tuaj. Mos e bëni atë. Dhe ju thoni, po pse jo? Më lejoni t'ju them këtë. Kur fryma e Perëndis ju thot diçka, bëni pikërisht si ju thot ai. Nëse ai ju thot juve, mos e bëni atë. Mos e kundërshtoni dhe mos i kërkoni t'ju tregojë arsyen pse jo. Ai nuk është as pak i detyruar t'ju jap juve arsyen. Detyra e tij është t'ju jap juve drejtim, udhëzim dhe mbrojtje. Nëse nuk i bindem atij, unë do të vuaj pasojat. Perëndia u flet të gjithë bijve të tij. Kur ju e pranuat atë si shpëtimtarin tuaj personal, fryma erdhi në jetën tuaj për t'ju dhënë udhëzim dhe gjithë gjërat e tjera për të cilat folëm. Shumë nga njerëzit e Perëndis po jetojnë duke harruar vetë praninë e Perëndisë së shenjtë që banon në ta. Kështu ata pyesin pse futen në të lashe, pse bëjnë gjëra që nuk duhet, pse shkojnë atje ku nuk duhet, pse shohin gjëra që nuk duhet. Kjo jo sepse Perëndia nuk do t'ia di, jo sepse Perëndia nuk na flet ne, por sepse ne nuk po dëgjojmë. Dëgjoni me kujdes, është e rrezikshme. Absolutisht e rrezikshme në këtë ditë dhe kohë që të jetojmë veçuar nga Perëndia. Ne kemi nevojë për të. Dhe ai është tehet i qartë. Tani ju mund të jeni ulur këtu dhe mund të mendoni po nuk mendoj se është e nevojshme dhe nuk mendoj se Perëndia do të më flasë në atë mënyrë. Po, ai do ta bëj. Lypni, dëgjoni këtë. Lypni dhe do t'ju jepet. Kërkoni dhe do t'i gjeni. Trokitni dhe do t'ju hapet juve. Kushdo që lyp merr dhe ai që kërkon gjen dhe ai që troket do t'i hapet. Ky është një premtim. Pra e besoni fjalën e tij. Nëse e besoni fjalën e tij, ju duhet të besoni që kur vini tek ai dhe e pyesni për çfarë do situate, ai do t'i përgjigjet lutjes suaj. Unë besoj se një nga mësimet e rëndësishme që marrim si besimtar është mënyra se si e dëgjojmë Perëndin. Ju më keni dëgjuar ta them këtë shumë herë. Binduni Zotit dhe lërjeni atij pasojat. A është kjo ajo që po bëni? Apo i bindeni Zotit dhe apo ja lini atij të gjitha pasojat? Kjo do të thotë bindju Zotit, besoj atij në gjithçka. A do të thoshi se Perëndia është i besueshëm, që ai mund të merret me gjithçka tuaj? Absolutisht që po. Për hebrejnë ishte reja ditën, zjarri natën dhe besimi te Mojsiu. Për ne është fjala e gjallë e Zotit që ne kemi me vete për çdo ditë të jetës sonë. Mund të gjejmë në të gjithçka që na duhet. Ne mund të gjejmë drejtim të qartë për çdo çështje të jetës sonë. Ju thoni, do më thënë, ti po thua që beson se Perëndia do të jap drejtim për çdo gjë në jetën tënde? Po. Nuk e kuptoj pse ai nuk duhet t'ju jap drejtim juve. Zoti, dëgjoni, Zoti nuk sillet si sillemi ne. Zoti është i vërtet ndaj fjalës së tij.
Dhe në këto ditë, ky libër është zotrimi më i rëndësishëm që ne kemi, sepse ky është burimi i të gjitha premtimeve të Zotit të Plotfuqishëm. Shumë nga ne këtu jemi gjyshër. Çfarë i keni thënë nipërve dhe mbesave tuaja për Biblën? A keni diskutuar ndonjëherë si çështje me ta? Me kë flisni për fjalën e Zotit? Apo e merrni thjesht për të mirë qenë? Ky për ne është si një re ditën dhe zjarr natën. Mojsiu ishte drejtuesi tyre, fryma e shenjtë është drejtuesi ynë. Pra shikoni se sa i çmuar dhe sa i mirë është Perëndia për ne. Ai lejoi që të vinim në jetë në një kohë kur e kemi këtë dhe frymën e shenjtë për të na udhëhequr dhe drejtuar. Nëse se keni pranuar Jezusin si shpëtimtar, duhet ta bëni këtë menjëherë. Do thoni si ta bëj këtë? Kërkojeni Perëndis t'ju falë mëkatet tuaja, pranojeni para Tij që e besoni se vdekja e Tij në kryq ishte shlyerja për mëkatet tuaja, dhe nëse i rrëfeni mëkatet tuaja dhe i dorëzoni Atij jetën tuaj, nëse pranoni si shpëtimtar me anë të besimit, ai do t'ju falë mëkatet dhe do ta shkruajë emrin në librin e jetës së qenjit dhe ju do të jeni përgjithmonë birë i Zotit. Dhe fryma brenda jush do t'ju ndihmojë të kuptoni fjalën e Tij për pjesën tjetër të jetës. Këta jeni ju. O atë ne të bekojmë dhe të adhurojmë, të lavdërojmë dhe të admirojmë, e çmojmë Perëndi i dashur, fjalën tënde të çmuar. Dhe lutemi që Ti të drejtosh çdo person që e dëgjon ose e sheh këtë mesazh, që të njohë të vërtetën dhe të ecë në rrugët e tua. Ne lutemi në emrin e Jezusit. Amen.